Xhemile Kapri është personi i parë që ka qenë në vend ngjarje, aty ku ditën e diel një tragjedi e ndodhur në Malish i mori jetën nënës dhe djalit të mitur 14 vjeçarit Luka Azislari, ndërsa u plagosë rënd vajza vetëm 6 vjeçare Nefelia Azislari. Fqinja ka rrëfyer momentet e tmerrit, ndërsa tregon se askush nuk e dinte që në banesë ishte edhe 38 vjeçaria Merieme Azislari, e cila humbi jetën nga asfiksia. Tani unë dola t'jith një plera, edhe qante e çupka. Qante në bord, ta hap derë nuk kur shikoj atje se kështë futur në kazan me të zjedhe kështë ndalë. Pas të thira këtë komshion lartë, kur vajtën qartë të shikonim, më ta kjo është e djegur ta. Kur i ram derës me kembë, e hapëm derën djallë ka qeshtri, e këshu barkas, kembë edhe kra hapu këshu, ta shurimi kë kam dekur, tash po nga ke vajtur moj memi, ajo kështë qënë ta ju brenda, po nuk i pandem. Vetëm kur erdhi pasaj policia zjarë fikse e pikas në kishe brenda, që nga brenda dhe jema, tha, e djegur, tha. Vajtëm ati e ngrit në trupkën, morëm, ishe një kuvert ati për jashta, edhe morëm e vëm në kuvert atë trupkën, pasaj ajo i binte leshi nga koka, i binte, ishe pragë këtea, dhe i binte floku, ishe pulla të djegura. Autik me anat autik, ajo as goja as kembës kishte. Kurse djalka, kembë ti kishte, po gojës kishte. Nga jema, yri policia dhe pa brenda. Tha ajo ta qenë ka dhe ima brenda ta, po nuk e lëvizin. Tha se është në gjendje. Pas erdhi ambulanca, pasaj në zjarë fikse, policia dhe ne nuk në ashu me pasaj në përzumë. Kishën, me të jesh me dy të sëmur në shpi, me një rogë, të thua ashtë i kejpi, po kemi 100.000 lejë, ka është nuk e rrim të... Kishte shumë fukare njëshë, edhe i dimonim, edhe i flisim dhe ti emës, të ishë dy... Sa do njësim bandotit në bante dy autikë. Sadika Lili, shefi i shërbimit zjarfikës Maliq, ka deklaruar se në momentin që kanë bërritur në vend ngjarje, nuk ishte zjarr brenda banesës, ndërsa fëmijët ishin jashtë. Kur kemi mbritur ne në vendin e ngjarjes, zjarr nuk ka pasur brenda në banesë. Ne kemi gjetur të dy fëmijët, edhe djalin, edhe vajzën i kemi gjetur për jashta. Djali ka qenë i pavetdijshëm, kurse vajza ka qenë e vetëdijshme. Tek dera e kuzhinës kemi gjetur nënën e tyre, në gjendje të asfiksuar, domethënë kishte ndëruar jetë. Morëm ambulancën, ju dham ndihmën e parë, i dërguam në spitalin e Korçës. Për momentin kemi dy versione. Brenda në kuzhinë ka qenë soba e ndezur dhe poshtë në dyshemie kemi gjetur disa shkrepse të ndezura. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, shpreh se kjo tragjedi është mjaft e rëndë për të gjithë qytetin. Kryebashkiaku kujtohet vetëm pas një tragjedie të tillë, se ashtu si familja Azislari ka dhe shumë familje të tjera, të cilat ka nevojë për mbështetje nga institucionet, por që kjo e fundit ka qenë fare minimale. Po një situatë e vështirë, jo për ne si institucion, por për gjithë qytetarët e Maliqit. Nuk besoj që aty të mos kemi patur ndihmat e nevojshme, por raste të tilla duhet të jenë një kamban alarmi për të gjithë komunitetet, për të gjitha institucionet. Ky le të jetë një rast që të na jap një forcë më shumë edhe të marrim masa më të rrepta edhe më të gjera për t'i mbështetur dhe për të marrë nisma që t'i parandalojmë ato çfarë ndodh. Ngjarja e rëndë që tronditi vendin ku nënë e bir humbën jetën pasi banesa e tyre në Maliq u përfshi nga flakët, ndodhi ditën e diel rreth mesditës.